Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dhënë detaje lidhur me votimin dhe procesin e numërimit të votave për kandidatët për deputet pas vendimit të Gjykatës Supreme për largimin nga lista e kandidatëve me aktakuza. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka thënë se nëse një subjekt politik ka të certifikuar 4 kandidatë dhe në fletë votim janë shënuar 5 numra, në fletat llogaritëse të kandidatëve evidentohen këto 5 shënime, por ato nuk bartën të gjitha në formularet e rezultateve të kandidatëve. Kurse lidhur me evidentimin e të dhënave nga numërimi, Elezi ka thënë se pas përfundimit të votimit, anëtarët e Këshillit të Vendvotimit të cilët përfaqësojnë subjektet politike, numërojnë fillimisht votat për subjektet politike, duke krijuar dengje me votat e vlefshme për secilin prej tyre. Në këtë formular, bartën vetëm votat e kandidatëve të certifikuar, ka thënë ai. Edicionin e vazhdojmë me informacione nga shëndetësia dhe shkojmë në spitalin e Gjakovës, aty ku po apelojnë për kujdes posaçërisht në tubimet zgjedhore. Situata aktuale me COVID-19 në spitalin e përgjithshëm Isa Greza në Gjakovë është stabile, kështu ka thënë drejtori Hilmi Shala, i cili dha edhe një raport më të detajuar. I kemi të hospitalizuar 51 pacient, të cilët janë të trajtuar për COVID, nga këta 27 janë pozitiv, 19 rezultojnë negativ dhe 5 pacient pritet rezultate ose pritet të bëhet testi tyre. Gjendja tyre është stabile, është e mirë, 2 pacient janë në CPAP mask, tjerët janë në gjendje të mirë. Nga këta 20 pacient janë me oksigjen kohë pas kohë. Shala ka treguar edhe për numrin e pacientëve nga zonat veriore të Shqipërisë. Qeveria e Kosovës, Ministria e Shëndetësisë ka bërë një marrëveshje me Ministrinë e Shëndetësisë Shqipërisë që pacientët nga zonat veriore, Baremcur, Has, Kuks, të trajtohen në spitalet më të afërt në Kosovë. Në këtë rast në spitalin e Gjakovës dhe të Prizrenit, ne kryesisht kena nga zonat të ndryshme, por kryesisht nga Hasi dhe nga Baremcuri, ka pacientë nga Shqipëria. Nga muaji shtator, kur ka filluar dhe kjo marrëveshje, ne deri tani janë trajtuar 50 pacientë COVID pozitiv, pa i llogaritur ata që kanë marrë vizita specialistike ose diçka tjetër. E menaxhueshme është situata edhe në repartin e infektivës, kështu pohoi doktor Lumu Axhiri. Tani domethënë kemi një gjendje shumë të qetë, duke marrë parasysh edhe fluksin e të hospitalizuarve, që për momentin domethënë janë në numër shumë atull sa në muajt paraprak, dhe shpresojmë që kjo gjendje të vazhdojë kështu, edhe shpresojmë që në një të afërt do të thotë të mos kemi problemet që kishim muajt e mëhershëm. A i foli edhe për variantin e ri të virusit, ku thuhet se përhapja e tij është më e shpejtë, por simptomat janë më të lehta. Fatmirësisht, nëse shohim agresivitetin e këtij virusi të ri, nuk është aq agresiv sa është menduar, mirë po ka një problem i cili është shpejtësia e ngjitjes, domethënë e infektimit domethënë nga ky virus. Mirë po ka aspekti i rrezikshmërisë, nuk është më i rrezikshëm sa virusi paraprak domethënë që ka qenë. Pavarësisht se çdo gjë po shkon mirë, mjekët e këtushëm sërish kanë përsëritur apelin e njëjtë për respektim të masave anti-Covid dhe kujdes të shtuar. Varianti i ri COVID-19 është edhe më i egër dhe tubimet zgjedhore tashmë janë bërë vatrat e infeksionit, kështu është shprehur kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Sylla. Simptomat e variantit të ri të COVID-19 janë më vulgare, thot Blerim Sylla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, duke shtuar se tubimet elektorale janë vatra e infeksionit. Shfaq rastet e para të rinfektimit jo vetëm të punëtorëve shëndetësor, por në këtë rast po flasim për punëtorë shëndetësor. I kemi 2 mjek anesteziolog, të cilët për fat keq janë rinfektuar dhe gjendja e tyre është si është. Kjo është mjaft shqetësuese sepse faktikisht po jemi në një fazë prapë të panjohur. Kështu ashtu ka qenë një virus i panjohur dhe me të vërtetë kjo të atakojë punëtorë shëndetësor është shumë shqetësuese. Lidhur me tubimet e partive politike gjatë fushatës elektorale, Sylla tha që kemi bërë vazhdimisht apel që të shmangen ato tubime, sepse sipas tij ato janë vatra e virusit. Para disa ditë jo vetëm Federata Sindikate e Shëndetësisë ka bërë apel më të sinqert të mundshëm, mirë po ka ndarë mend edhe instituti kombëtar dhe të tjerë që kanë bërë apele këni pasë fundi, më vërtet është jo serioze, dhe këta njerëz po çojnë këtë popullat drejt infeksionit. Dhe kush do të mirët masaj me to? Me siguri një sistem i brishtë, një sistem
çfarë kemi ne. Mirë, po duke ashtu kësaj që edhe një staf i cili është i tërë lodhur, ka edhe qëndrimit, ka edhe gjitha ato të cilat duhet të ishin prezente, atëherë këta duhet o t'i thirrin mendjes, o le të përgatitin për me të keqen. Nuk dëshiroj të hapi panik, mirë po vetë këto tubime që po i shohim në rrugë, në sallat e dasmave, në oda, me të vërtet janë vatër infeksionit, vatër që virusi vetëm e pret dhe e dëshiron, përfundoi ai. Shoqata të drejtave të pacientëve në Kosovë konsideron se organizimi i tubimeve zgjedhore në kundërshtim me masat e rekomanduara nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik paraqet rrezik serioz për shëndetin publik dhe ato të ekonomisë. Shoqata të drejtave të pacientëve thekson se në vend se partitë politike objektiv kryesore ta kenë shëndetin publik dhe mirëqenien e qytetarëve, ata po veprojnë në kundërshtim me këtë objektiv. Të kërkohet votë duke rrezikuar shëndetin publik të qytetarëve në emër të vaksinimit apo të rregullimit të sistemit shëndetësor është hipokrizi. Të kërkohet votë në emër të sundimit të ligjit duke vepruar në kundërshtim me legjislacionin në fuqi është hipokrizi. Të premtohet zhvillim ekonomik me veprime që rrezikojnë mbylljen e bizneseve për shkak të përhapjes së pandemisë, po ashtu është hipokrizi, thuhet në reagim. Shoqata e të drejtave të pacientëve vënë pas këto veprime përveç që janë jo ligjore, të pamoralshme dhe të rrezikshme, këto paraqesin edhe vepër penale. Kushdo që gjatë kohës së epidemisë ose të ndonjë sëmundje ngjitëse nuk vepron sipas urdhrave apo vendimeve tjera të nxjerra në bazë të dispozitave të organit kompetent, i cili cakton masat që kanë për qëllim luftimin apo parandalimin e tyre, dënohet me burgim deri në 2 vjet, thuhet në reagim. Shoqata pacientëve bën thirrje që partitë politike që t'i shmangin aktivitetet që rrezikojnë shëndetin publik të qytetarëve. Qytetarët të mos mblidhen në tubime partijake në kundërshtim me rekomandimet e IKSHPK-s, pasi që shëndeti i tyre dhe familjarëve të tyre është në rrezik. Prokuroria e Shtetit të ndërmarr veprime për çdo parti ose person i cili në kundërshtim me rekomandimet e IKSHPK-s organizon tubime zgjedhore, rekomandon Shoqata e pacientëve. Ndërrojmë temë, në institucionin parashkollor Ganimet e Tërbeshi është rregulluar këndi i lojrave. Drejtorisha e këtij institucioni arsimor falendroi komunën e Gjakovës dhe EOM-in për mbështetjen në këtij projekti dhe theksoi që mbështetja e komunës është rritur gjatë këtyre viteve, gjë që ka ndikuar drejt për drejt në jetën e fëmijëve të cilët e kalojnë një pjesë të ditës në kopsht. Institucioni parashkollor Ganimet e Tërbeshi, objekti te Kosova Transi në Gjakov, ka përfituar inventar dhe kënd lojrash nga IOM dhe komuna, përkatësisht Drejtoria e Arsimit. Armen Beluli, udhëheqës i zyrës për komunitetet dhe kthim, theksoi se bashkëpunimi me IOM vazhdon tash 11 vite. Këtë vit kemi fillu me inaugurimin e një projektit në qerdhën Ganimet e Tërbeshi, investimi ky rreth 15.000 euro. Tu përfshi kontributin apo participimin e komunës me 3.000 euro. Drejtoresha e këtij institucionit theksoi se ky donacion është shumë i mirëpritur. Këto 3 vitet të fundit, do thot, është duke bërë një investim jashtëzakonshëm, një investim i cili asnjëherë nuk ka ndodhur në këtë fazë të arsimit. Jam mirënjohëse jashtëzakonisht bashkëpunimit të mirë të cilin e kemi me prindërit e këtij institucioni edhe komunën. Albiana Çavolli nga IOM theksoi se është shumë mirënjohëse për bashkëpunimin me komunën e Gjakovës. Është kënaqësi e madhe sot ta shoh gëzimin në fytyrat e fëmijëve, sepse ata janë e ardhmja jonë. Organizata IOM punon që gati 11 vite në komunën e Gjakovës. Kemi pas projekte shumë suksesshme, edhe ky është një ndër projektet më të suksesshme edhe nga ato të tjerat, pasi që jemi duke ndihmuar në edukimin e fëmijërisë prej kopshteve që vazhdon në edukimin fillor. Gjevali Nikol Bibaj, drejtori i arsimit, shpreson që bashkëpunimet të tilla të vazhdojnë edhe më tutje. Drejtoria e arsimit bashkëpunim me organizatën IOM-in, këtë donacion do të thotë që ka ndërru, kemi participuar me një pjesë me një shumë të parave, do thotë, edhe kemi rregulluar këtë infrastrukturë. Kuvendi komunal bashkëpunim me drejtorinë e arsimit, nuk është projekti i fundit, na kemi filluar me zero rrjetin, do thotë edhe janë edhe kopshte të tjera për rreth që pritet të çelen
do thot vetëm për shtatorit do të fillojmë edhe rritjen e kapaciteteve, po dhe rritjen e numrit të fëmijëve që do të jenë në komunën e Gjakovës. Kryetari Gjini theksoi se është shumë i lumtur që po përmirësohet mirëqenia e fëmijëve të komunës së Gjakovës në përgjithësi e në veçanti atyre që frekuentojnë institucionet arsimore. Është një investim goxha i mirë, duhet mi falenderu IOM-in që e ka udhëheq këtë projekt bashkëfinancimit me komunën e Gjakovës, definitivisht fondet janë të Bashkimit Evropian. Unë po mendoj që kualiteti e shërbimeve, kualiteti i jetës për fëmijët që kalojnë një pjesë ditës në institucionet tona parashkollore po përmirësohet vazhdimisht. Definitivisht që kemi edhe shumë punë me bo. Punët janë në dy rrafshe. Rrafshi i parë është rritja kapaciteteve tona për përfshirje sa më të madhe të fëmijëve në edukim parashkollor, edhe në të njëjtën kohë edhe rritja e kualitetit. Falë këtij projekti, tashmë fëmijët do të shfrytëzojnë inventarin dhe këndin e ri të lodrave, theksoi drejtoresha Arta Stavileci. Kryetari i Odës së Hotelerisë dhe Turizmit të Kosovës, Hysen Sogojeva, ka thënë se është e pakuptimt që nga 200 milion euro që janë ndarë në emër të rimkëmbjes ekonomike, vetëm 3 milion euro të destinohen për këtë sektor. Për këtë thaj se Oda e Hotelerisë dhe Turizmit të Kosovës ka refuzuar mjetet e ndara prej 3 milion euro. Sogojeva tha se 30.000 punëtorë kanë humbur vendet e punës vetëm gjatë pandemisë. Pas një takimi që patëm me Ministrin e Tregtisë, na u informuam për së afërmi se sa mjetet do të ndahet sektorit të gastronomisë, turizmit, hotelerisë në përgjithësi, dhe pamë që atje jenë caktuar me vetëm 3 milion. Tash kur e mërshëm e përpjestojshëm vetë komisioni tyre që është formuar, nëse i përpjestojnë me numrin e bizneseve që i takojnë kësaj veprimtarie, delke prej 20 deri në 175 euro më shumë. Prandaj kjo është e pakuptim, edhe nuk kemi çysh ta pranojmë këtë. Sogojeva theksoi se gjithmonë kanë reaguar sa i përket ndalimit të dasmave, ndërsa tani ai thotë se partitë politike po i tobojnë me mira qytetarë në përsalla e hotele duke shkelur çdo masë që është vendosur nga qeveria e Kosovës. Po ne gjithmonë kemi reaguar pse mi ndalë sallat e dasmave, duke llogaritën pse mi ndalë këtë veprimtari, për arsye se ato janë me 1000 metër katror. Kur që nuk ish bo duke i përmbajt rregullat e cilet ne ja kemi dërgu manualin, dhe thëtë me 200 darsmor, me 150 darsmor, kur që nuk ish me ndiku kjo në rritjen e Covidit ose në infektimeve. Mirë po, kjo është sot që po shohim, ne kjo është absurde. Absurde edhe për këto masa që jenë. Do me thonë, nuk ka kuptim as biseduhet për këte, kur e dim kur sot e kime mija në përsalla, e mos flasim, nuk jep hapsin një ajengut, do shta me 100 vetëve. Nuk përjashtohet mundësia edhe e protestave. Në bibliotekën kombëtare u përrua libri monografik Hajko Billa i kryetarit të lidhjes së historianëve shqiptar në botë Murat Ajvazi. Monografia flet për sakrificat e banorëve Hajko Billasve për luftën kundër pushtuesve deri në shtririm dhe për shkollën shqipe. U përrua libri monografik Hajko Billa i kryetarit të lidhjes së historianëve shqiptar në botë Murat Ajvazi. Monografia flet për sakrificat e banorëve Hajko Billas për luftën kundër pushtuesve deri në çlirim dhe për shkollën shqipe. Kjo monografi shumë e rëndësishme që i plotëson historitë gjeografike, fetare, arsimore dhe rezistencën Hajko Billasëve, u tha në prezantim. Ramadan Ibrahimi, historian e publicist, për këtë monografi tha që në këtë libër autori ka trajtuar fatin e banorëve të Hajko Billasëve. Libri Hajko Billa, gjelbërisht, është bashkëtruar në 6 kapitoj, në të cilët është përmbledhur përgjithsisht e gjithë njohuria mbi vendbanimin e Hajko Billë, si në rrafshën e zhvillimit historik, ashtu edhe në rrafshet e tjera si të toponimizë, gjeografisë, demografisë, ekonomive, familjare, etnografisë, arsimit e tjerë. Tutje, Aleksandr Ndoja, publicist nga Shqipëria, në këtë program tha që autori me këtë libër ka treguar që të gjithë duhet të dokumentojnë atë dhëun tonë. Murati dha mesazhin dhe kontributin e tij që ne të njohim dhe të dimë se Hajko Billa është një vlerë e kombit, pasi siç e thot dhe poeti Dan Ibrahimi, magjistër Ajvazi, në këtë libër na jep një pasqyrë të zhvillimeve historike dhe ndër të tjera të fshatit në kontekstin e zhvillimeve të përgjithshme që nga lufta
austro-hungareze apo austro-turke 1689-1699 dhe pjesëmarrja e galapësve këtyre në kontekst dhe të hajkobillasve. Autori i kësaj monografie, Murat Ajvazi, u shpreh i kënaqur nga kjo pjesëmarrje dhe provurim. Se të shkruaj sot për një fshat, siç është fshati ynë, duhet shumë kohë dhe duhet një vëllim shumë më i madh. Por ja shumë hap rrugën gjeneratave të reja që janë të duke studiuar për ta vazhduar atë punën që e pruna deri ku e pruna. Dhe i ftoj të gjithë të rinj nga fshati im, të cilët janë për studime ndryshme si në Kosovë dhe jashtë Kosovës në perëndim në Amerikë, që të vazhdojnë punën që e kumlon unë deri sot. Autori tha që puna e kësaj monografie nuk ka qenë as pak e lehtë. Edhe tani të ndjekim bashkë grafikën e parashikimit të motit për ditën e VM. Këtu po mbyllim këtë edicion të lajmeve, mirupafshim.